Që i pritëm si zotërinj dhe u shohëm si zotërinj. Që ishte, dhe me thonë... Pavarësisht se humbëm. Pa ne po them, duke parë dhe serbët që janë një komb shumë fudull, janë një komb që e kanë për buzën, dhe me thonë, ndaj shqiptarëve hap edhe për buzë, kështu që duhet të rrugojmë vendin me datën 7 qershor. Por në fush. Por në fush, gjithmonë, sigurisht në fush, gjithmonë fair play, dhe të marrim 3 pikët, sepse është edhe çështje kënaqësie kombëtare. Dakord. 27 emra nga Silvinho për këto 2 ndeshje. Është kjo skuadër ekipi më i mirë i mundshëm që Silvinho mund të mblidhte, se duket sikur nuk ka mungesa, vetëm Aslani në pikpyetje, siç tha Dea pak më parë. Po mund të ishte, për mendimin tim nuk është se skuadra më mirë, mund të ishte Seferi, mund të ishte po ashtu dhe Nea Mihaj, megjithatë ato janë vendime që takojnë stafit teknik të ekipit kombëtar. Një risi e re është grumullimi portierit Mario Dajsinani, që për hir të vërtetës ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë tek Ignatia dhe i uroj shumë suksese, e meriton një ftesë në kombëtare. Pastaj emrat të rinj që mbetet për të parë, por nuk mendoj që mund të kenë hapësirë në këto 2 takime duke parë shkallën e vështirësisë, janë Adrian Bajrami po ashtu dhe Adrian Pajaziti. Bajrami do thoja jashtëzakonisht shumë i ri dhe nuk është se ka shumë minuta gjatë gjithë këtij sezoni, dhe më duket pak çudi ftesa e këtij futbollisti, pavarësisht se tek Ujë Senjishi ka bërë ca takime të mira, por që kur flasim për ekipin A kombëtar është pak, do të thonë, është pak e çuditshme, sepse nuk është se ka pasur një sezon pozitiv. Po ashtu dhe Pajaziti tek Gorica. Risi dhe lajmi i mirë është rikthimi në kombëtar i Mirlin Dakut. Një futbollist që vjen nga Kosova, një futbollist që di jashtëzakonisht shumë mirë rëndësinë e këtij takimi, po mbi gjitha një futbollist patriot, dhe në qoftë se unë do isha në vendin e Silvinhos, do doja dhe do zgjidhja direkt pa shumë ndryshe në majën e sulmit Mirlin Dakun. E kuptoj. Çfarë mund ta bëjë diferencën te ky derbi ballkanik? Është konsideruar nga të gjithë, po për ne, ka përshtypjen edhe për serbët, është shumë më shumë. Dëgjoj dhe Nisa, unë e njoh shumë mirë gjuhën serbo-kroate, prandaj e bëra edhe këtë hyrjen, e di shumë mirë çfarë do të presim. Çfarë ke dëgjuar deri tani? E di shumë mirë se si e karikojnë takimin pala kundërshtare, e di shumë mirë edhe ndaljet politike të presidentit Vučić me ato deklaratat e tij që do t'i mundin shqiptarët në Tiranë, thirrje trajnerët kombëtarë si mundin poshtë shqiptarët, karikimi që bot popullit dhe sot presionin dhe tensionin. Dhe ato e kanë të gjithë arsyeën e kanë tek Kosova. Nëse ne fitojmë Tiranë, atëherë e kanë edhe tek pjesa e Kosovës, që ne jemi më të fortë se ju. Është edhe ndeshje politike, kështu që ajo që ne duhet të bëjmë është ajo që thatë edhe ju. Ti mundim fush, kush do jetë stadium të suportojë ekipin kombëtar, dhe me pak fat do të marrim fitoren. Mos harrojmë që kemi edhe një ndeshje kthimi, dhe të siguroj që atmosfera nuk do jetë njëjtë si do jetë në Tiranë. E kuptoj.